Shqipëria e maskuar, kur viktima I duart roket xhelatit. Në një vend që ecën përpara duke kthyer kokën pas, Shqipëria sot është fotografia më e zymt e një populli që ka harruar të qaj. Një vend që nuk është ndar kur nga diktatura, thjesht e ka zhveshur uniformën dhe I ka veshur kostumet e reja, të stilit perëndimor, por me shpirt lindor të kalbur, patronazhist e servil. Shqipëria nuk është më thjesht e varfër, është e frustruar, e braktisur, e përdhunuar në çdo qelisë të saj. Dhe ajo që është më e dhimbshme? E ka zgjedhur vetë këtë fat. U deshën dekada që të shpresonim. Por ajo shpresë u vodh. U përpoqëm të besonim. Por ai besim u shit. Sot, çdo shqiptar që rri në radhë në spital, që I numëron lekët për bukën e ditës, që sheh fëmijën të largohet drejt një bote tjetër, duhet të di, ky nuk është aksident. Është dënimi që vetë rizgjodhet me zë, me votë, me duar trokitje. Ne ishim të lirë për të zgjedhur prangat. Qeveri që kanë kaluar dorë më dorë si mall I përdorur mes Ramës dhe Berishës. Një tranzicion që nuk përfundoi kurrë, sepse kurrë nuk nisi me qëllim të ndershëm. Një opozit që nuk lufton, por kërcen tango me të njëjtët oligark që kontrollojnë edhe pushtetin. Dhe kur u paraqiten alternativa të pastra, të reja, ndryshe, Shqipëria I injoroi. Itali. I poshtëroi. Sepse kjo Shqipëri është mësuar të ketë xhelatin mbi kokë dhe të mos e kuptojë më dallimin mes viktimës dhe fajtorit. A është e mundur që të mos kërkoni më dinjitet? A jemi kthyer në një popull që gëzon kur I vdes fqinji për t'i bërë vend vetes në radhë? A jemi aq të mpirë sa që dhimbja nuk na prek më? Apo thjesht keni pranuar që ju nuk lindët për të jetuar, por për të duruar? Zgjedhjet shiten. Shpresa konsumohet si bukë bajate. Drejtësia nën urdhrat e telefonit të radhës. Mediat zëra që kafshojnë të vërtetën dhe e nxjerrin të përgjakur në për studio. Çfarë ka mbetur për t'u ruajtur? Asgjë, veç kujtesës së atyre që vërtet e deshën këtë vend, por u shkatëruan brenda tij. Ky nuk është artikull, është akt akuza. Për çdo shqiptar që voton për një thes miell. Për çdo mësues që mbyll syt për një gradë. Për çdo mjek që shet një jetë për një ryshfë. Për çdo I ri që përdor kartën e patronazhit për një vend pune dhe mendon se ja doli në jetë. Nuk ja dole, u bëre pjesë e mekanizmit që vret çdo ditë këtë vend. Shqiprët janë të përdhunuar dhe më 11 maj treguan që e duan përdhunuesin. Një fëmijë që duart roket rasin. Një popull që brohoret për ferin e vet dhe sa më shumë ikin të mirët, aq më shumë sundojnë të njëjtët, me më pak fytyrë, me më shumë pushtet. Uroj që hallet tuaja, o ju votues të patronazhit, të mos përfundojnë kurrë. Që sëmundjet t'i kuroni me lista pritjeje. Që pleqt t'i varrosni në borxhe. Që ëndrat t'i harroni, se askush nuk u ashet më. E kur një ditë, fëmia juaj t'ju pyes pse jeni kaq të thyer, mos I thoni që jeni viktim, I thoni të vërtetën, ju I duart trokitet xhelatët tuaj. Dhe ju them vetëm kaq. Pushofshi në ferë të gjithë ju, si të majt, ashtu edhe të djathtë, që I grabitet shqiptarve ëndrat, shpresën dhe të ardhmen.